Zyrtarisht 4 mars është mbyllur afati I regjistrimit të emigrantëve shqiptarë në diasporë që të kishin të drejtën e votës në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të 11 majit. Nga ky proces, gati 294.000 kërkesa të bëra për regjistrim janë miratuar afro 232.921, ndërsa pritet që kjo shifër të ndryshojë pasi ende janë në shqyrtim gati 18.900 kërkesa. Edhe pse Partia Demokratike propozoi një afat të ri shtesë për të mundësuar më shumë kohë për regjistrimin e emigrantëve me 5 ditë shtesë, nuk u arrit një dakordsi miratimi mes anëtarëve të Komisionit Rregullator, duke lënë jashtë procesit edhe ato 42.000 aplikime që kishin provuar një herë të regjistroheshin, por nuk e kishin përfunduar me sukses. Në një proces të realizuar për herë të parë nga 11 janari deri më 4 mars të këtij viti, të gjithë emigrantët shqiptarë që jetojnë në diasporë kishin mundësinë të regjistroheshin në platformën elektronike për të votuar në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve ka nisur përgatitjen për të dërguar fletën e votimit shtetasve të regjistruar dhe afati për depozitimin e kandidatëve që do të jenë në garë me subjekte politike do të mbyllet më 12 mars. Ndërsa afati për miratimin e listave shumë emërore përfundon më 25 mars. Partitë kryesore në vend përfshirë disa prej forcave të reja kanë realizuar takime të njëpasjeshme në mbar diasporën.